Përshëndetje miq të dashur. Këtë javë kemi 5 ditë meditim dhurat për juve, shërimi nga brenda, dhe sot filloj me qetësimin e sistemit nervor, lirimi nga ankthi dhe mbi ngarkesa mendore. Jam falëndëruese dhe shumë e lumtur që jam këtu para jush live. Kam zgjedhur mëngjesin për shkak të angazhimeve tjera, por do ruhet çdo ditë meditimi, do ruhet çdo ditë live në Instagram, po ashtu do postohen edhe në YouTube. Hajde më thuni se jeni mas miri në botë dhe jeni gëzu që sot kena me meditu bashk. Mirëmëngjes, mirëmëngjes. Bukur, atëherë, uroj që e keni gjetë një vend të qetë, një vend ku nuk do të shpërqendroheni, po ashtu ju them që ta nalni çdo notification, çdo lajmërim në telefon, që të mos pengoheni gjatë meditimit. Nuk ka ma mirë, mas miri në botë, jemi mas miri në botë. Jam të shiu shumë pranverën këtë kohën. Shumë është të vëzhgu se si lind, si rritet, si lullzon gjithë shka. Është vërtet e mrekullueshme natyra, jam shumë në natyrë. Atëherë, aktivitetet në vim, çka vjen është seminari, t'ju tregoj shpejt seminari me datën 26 prill, në shpreh të mbar në Zvicër, s'me pritet m'ju përqafu, m'ju pa live, me përjetu një meditim live prezent me Valentinën, me mu dhe me 100 veta që do jenë aty. E kam numrin e kufizum natyrisht. Kemi vetëm edhe pak vende të lira, shumë pak, sepse numri madh i rezervimeve është bovesh ditët e para. Kështu që kemi mu knaq shumë, pastaj vjen ritriti nga data 16 deri me datën 23. Për ritriti nuk du me folë, sepse është një përjetim i jashtëzakonshëm, një energji që krijohet aty në grup, është vërtet e papërshkrueshme, është diçka shumë e bukur dhe shumë e fuqishme. Lirimet, pastrimet, shërimet që ndodhin live nuk mund e me spjegu me fjalë, e as energjin që krijohet dhe as mrekulli që ndodhin aty. Ankthi ka qenë për mu, po kalojmë në temë, ankthi ka qenë për mu vërtet diçka që nuk më kalon me jetu me vite, nuk më kalon me shiu jetën. Kam qenë me një imunitet shumë dopt, me sëmundje të ndryshme, me dhimbje të ndryshme. Ankthi mundet me na marrë vërtet momente shumë të rëndësishme të jetës. Për këtë arsye kam zgjedhur një këtë dhurat juve që ta mësoni përsëri trupin me u ndi i sigurt. Si që kam thënë edhe në videot e mia, ankthi nuk është armiku i juve, është një tregues, është një sinjal që ju thot: kam duru mjaftueshëm, jam i mbi ngarkuar, ose jam i mbi ngarkuar. Kam majt shumë gjatë, s'kam pas hapësirë mu qetësu. Zakonisht, kur na kap ankthi, kam përjetu anktha dhe atak paniku, depresion, burnout. Zakonisht, kur kemi ankth, mundohemi me zhduk, me eliminu ankthin, mundohemi me luftu në një farë mënyre, por nuk është ajo mënyra dur për me liru ankthin. Trupi është një diçka jashtëzakonshme, është një fuqi brenda nesh që vërtet nëse ne japim hapësirë, ajo e balancon vet trupin. Ankthi nuk largohet me forcë, njerëzit prej
dhimbjes apo mundimeve që kanë përmes ankthit, përmes stresit, mbi ngarkesave, munohen me zor me largu, me bë teknika të ndryshme, me bë gjëra të ndryshme. Pra mu asnjë gjë nuk më ka ndihmu më shumë se meditimin qetësi, ku unë e kam mësu prap trupin me ndje i sigurt, kam pritu shumë trauma si fëmijë, kam pa gjithkun rrezik edhe pa pas rrezik, do të thonë vin nga traumat, sepse dikush thotë, tash po din ose po di shumë, po merrem me zhvillim personal, kam marrë informacione shumë në rrjetet sociale, sepse sot keni shumë falas, po pse ki janë hala? Arsyeja është sepse nuk e ke mësu trupin me unije sigurt. Arsyeja është sepse traumat, ato që ke përjetu, të aktivohen, janë jo të vëdishme, si që dini ne kryojmë 95% jo vëdishëm, edhe janë të pa vëdishme dhe ato aktivohen her pas here dhe shojnë rrezik ku nuk ka rrezik, për shkak të programit të mrenshëm që keni, për shkak të përjetimeve. E ne do mësohemi që ta qetësojmë sistemin nervor. Ju thamë edhe një herë, për krejt ata që më kanë lutë Valentina banën e mramje, kam të pamundshme sepse sonte kemi dhe takimin me antarët e akademi që kemi çdo të hanën. Dhe kam dhe takime tjera me pjesëtarët e trajnimit 1 vjeçar, kështu që këto takime 5 ditë do mbesin në Instagram dhe do postohen edhe në YouTube. Po ashtu çdo ditë keni me marrë dhurata, ka dhurata për juve. Jam shumë e lumtur për krejt arritjet e njerëzve që kanë bërë përmes mësimeve të mia. Nuk e di, nuk ka ndjesi më të bukur se me i pa njerëzit të ndryshu, të lulëzu, të liru, të ndje prap qetë, lumtur, të shiu jetën, të jetu ëndrat e tyre. Dhe për mu nuk ka, aja është misionim dhe vërtet për këtë jam shumë falenderuese dhe shumë e lumtur. Atëherë, sot nuk kena mu mundu me zhduk ankthin. Dini ju ku shkon energjia, ku shkon fokusi, shkon energjia, dhe kur mundohemi me largu një diçka, ata kena hala ma shumë dhe hala ma aktiv në jetën tonë. Sot kena me bon diçka hala ma të fuqishme. Sot kena me mësu trupin me ndje përsëri, e sigurt apo i sigurt. Unë gjatë meditimit do ndaloj komentet dhe kamerën, sepse duam të futemi në qetësi dhe jo të shikojmë se çka ashtu ndodh. Mbani sytë mbyllur gjatë tërë meditimit, edhe nëse paraqitet ndonjë frikë, mos e luftoni, edhe nëse shihni ndonjë skenë apo diçka, mos e luftoni, mos i hapni sytë. Qëndroni aty me dhimbjen, qëndroni aty me gjitha frika, qëndroni aty me gjitha emocionet dhe mos ikni. Dëgjohë mirë, mos mundoheni me i ik asnjë gjë që e keni brenda jush, sepse tu i ik ose tu mundu me eliminu, ju e mbani çdo herë ma gjatë në trupin e juve. A dëgjohë mirë, më tregoni? Shumë pak. Okej, dikush thot shumë pak, dikush thot dëgjohem mirë, ma konfirmoni sepse du të dëgjohem gjatë meditimit edhe pse do afroj kamerën. Po mendoj do afroj telefonin që të më dëgjohet zani. Okej, shumë mirë. Muzika është okej. Bukur, okej. Basi ta mbarojmë meditimin, do e loket live në Instagram dhe pastaj mundeni me komentu në Instagram dhe dikush prej jush do fitoj një dhuratë. Do e tregoj në fund dhuratën, do kemi çdo ditë dhurata. Bukur, atëherë, bëuni gati për meditim. Meditimin mund ta bani ashtu siç dëshironi ju, ulur apo shtrir, ashtu siç keni qef ju dhe siç ndiheni ju rahat. Nuk ka rregulla për meditim. Nuk ka njerëz rregulla. Okej, shkojmë tani. Të ndaloj në komentet.
Tash këtu flas veçon. Jo, esenca është që të fokusoni dhe të futeni në brendësinë e juve, ta mësojmë trupin të ndihet i sigurt me këtë meditim. Hajde shkojmë. Mbyllni syt. Merë frymë thellë, mbushu me frymë. Liroje nga dalë. Dhe për një moment ndalo. Nuk ke nevojë të bësh asgjë tjetër. Ky është momenti yt. Merë frymë thellë nga hunda. Mbaje pak. Dhe nxirë nga dalë nga goja. Prap merë frymë, mbushu me frymë. Dhe liroje nga dalë. Edhe një herë. Dhe lejo trupin të filloj të zbutet. Mos e detyro veten të qetësohet, jepi kohë. Tani vendos vëmendjen tek trupi yt. Fillon nga koka. Dhe nga dalë zbret poshtë. Lejo ballin të relaksohet. Lere të zbutet. Relaksoj syt. Që pallat bën të renda. Nofulla lirohet. Gjuha pushon. Zbrit në qafë. Çdo tension që ke mbajtur fillon të shkrihet. Shpatullat lejo të bijnë poshtë. Sikur po lshon një peshë që nuk është e jotja. Krahët bën të rënd. Duart, gishtat. Tani krahrori. Nëse ndjen tension aty, është në rregull. Mos e lufto. Vetëm merr frymë drejt asaj zone. Dhe lejoje të jetë ashtu siç është.
zbret në stomak. Kjo është zona ku ankthi shpesh qëndron. Vendos dorën në stomak nëse ti dëshiron. Dhe thuaj ngadalë brenda vetës: jam këtu. Jam e sigurt. Jam këtu. Jam e sigurt. Merë frymë dhe nxirre frymën ngadalë. Zbret ma poshtë. Legeni këmbët, gjunjët, deri të shputat. Tani i gjithë trupi yt është i pranishëm. Tani fokusohu vetëm tek fryma. Pa e kontrolluar shumë, vetëm vëzhgo. Dhe fillon një ritëm të butë. Merë frymë për 4 sekonda, mbaje për 2, nxirre për 6. Me çdo nxjerrje fryme, trupi yt lëshon tensionin. Me çdo frymë, trupi yt mëson se është i sigurt. Nuk ka rrezik, nuk ka asgjë për të luftuar. Vetëm frymë, vetëm prani. Tani imagjino sikur me çdo frymarrje po hyn një ndjesi qetësie në trupin tënd. Jo si mendim, por si ndjesi. Si një valë e butë. Fillon nga krahrori dhe përhapet në të gjithë trupin. Ngadalë. Si një dritë e ngrohtë që shkrin çdo tension, çdo frikë, ankth. Dhe me çdo valë, trupi yt zbutet më shumë. Mendja qetësohet. Zemra stabilizohet. Dhe ti fillon të ndihesh e mbajtur.
Tani imagjino si kur trupi yt është i mbështetur plotësisht. Si kur toka poshtë teje po të mban plotësisht. Ti nuk ke nevojë të kontrollosh asgjë. Nuk ke nevojë të mbash asgjë. Vetëm lejoje veten të mbështetësh. Dhe thuaj brenda vetës: trupi im mund të qetësohet. Unë jam e sigurt këtu. Rri me këtë ndjesi. Nëse mendimet vijnë, lejoj, mos i ndalo, mos i gjyko, vetëm riktheu tek fryma, tek ndjesia, tek ky moment. Tani ndjeje trupin tënd, më të rënd, më të qetë, më të stabilizuar. Rrahjet e zemrës janë më të buta, fryma është më e lehtë. Ndoshta për herë të parë sot, trupi yt po pushon. Jo vetëm fizikisht, por edhe emocionalisht. Dhe kjo ndjesi fillon të bëhet pjesë e jotja. Merë frymë shumë ngadalë dhe me lirimin e frymës lësha lira çkado që ka mbet hala në trup dhe lëshoje trupin hala ma thellë në meditim.
Tani thuaj në brendësin të ndë. Sot i dhash trupit tim atë që kishte nevoj. Unë mund të kthehem në këtë qetësi sa herë dua. Unë jam ma fort se ankthim. Merë frym, thellë dhe liroje frymen. Ndjeje sigurinë në krejt trupin tënë, paqen, stabilitetin. Trupi im po qetësohet me çdo frymarrje. Unë jam i sigurt këtu, tani. Sot ti nuk ike, nuk luftove, ti u ktheve tek vetja dhe kjo është fuqia jote. Ti je ma e madhe, ma i madhe se çdo dhimbje, se çdo frikë. Nga dalë fillo të rikthehesh. Lëviz pak gishtat, duart, këmbët, por mos u ngut. Merr një frym të thellë. Ndjeje sigurinë që ke kriju në trupin tënë. Me çdo frymarrje trupi yt ka mund ndjej më i sigurt. Dhe i mbrojtën. Tani në tempun e juve mundeni me i hap syt. Ok,
Okej, atëherë komentet e juja I lenin tek video që do postoj këtu. Dikush prej jush ka me fitu kursin Rikrijo jetën tënde. Është vërtet një kurs ndër ma të thella që unë kam ba, ku nuk ndryshon vetëm mendimin, por identitetin tënd plot, ku ti mëson për emocionet, domthonë edhe për çdo emocion negativ, se çfarë mesazhi pozitiv ka dhe çka mundesh me nxjerr prej tij. Domthonë kursi Rikrijo jetën tënde është në akademi. Më përshkruani pastaj ndjesitë te komente, do e la dhe dikush prej jush do e fitoj. Kemi çdo ditë dhurata, do ju dhuroj çdo ditë përpos meditimeve të fuqishme, të bëj edhe dhurata tjera. Shifemi sonte me krejt anëtarët e akademisë. Kemi takimin në ora 20, jemi çdo të hënave bashk, dhe unë ju përshëndes shumë e paqit një ditë të mrekullueshme. Vazhdoni me frymarrje, me I dhënë vetes siguri, kuptoni se shumë gjana që ndodhin në mendjen e juve nuk janë të ndodhen të vërtet, po trupi nuk e din dallimin dhe I përjeton ato strese gjithmonë. Për këtë arsye, mësoni prap trupin me u ndi I sigurt dhe riktheuni te vetja juve. Ju dua shumë, ju përqafoj shumë. Shifemi nesër përsëri në ora 9 mëngjesit. Kaloni mas mirin botë.